Përshëndetje miq. Sot do të flasim në lidhje me hënën e re në këtë qershor, në datë 15 qershor, e cila është në shenjën e binjakëve. Ka vërtet një energji interesante. Do të vërtet që ta ndanim së bashku dhe të shikojmë se çfarë mesazhesh mund të vinë edhe përgjatë kësaj videoje për ju. Dhe keni parasysh që duhet përdorni intuitën tuaj për të parë se cilat mesazhe janë për ju dhe cilat rezonojnë me jetën tuaj dhe cilat jo, sepse kjo është një video kolektive, që do thotë që mund të përmbledh informacione për individ nga më të ndryshëm dhe për ju mund të rezonojë gjitha apo pjesë specifike të saj. Dhe sigurisht që në fund mund të japim dhe disa rituale të bukura që mund të vinë për ju, çfarë ju mund të bëni gjatë kësaj periudhe që të përfitoni më së miri këto energji të hënës së re. Sepse për gjithë ata që preferojnë të punojnë me fazat e hënës, është vërtet shumë bukur. Të them të drejtën, nuk e di se po ndjem me udhëzuar ta them këtë, por ndoshta është një mesazh në vetvete dhe thjesht po i besoj intuitës time për këtë. Më parë, isha vërtet shumë e konfuzuar nga fakti se si ndoshta shumica e njerëzve operonin. Me data specifike apo qoftë edhe vit i ri, për mua nuk dukej si një vit i ri dhe shumë gjëra, domethënë nuk dukeshin gjërat normale, nuk dukeshin normale për mua, pra nuk është se operoja në të njëjtën mënyrë. Dhe nuk e kuptoja pse. Dhe fillova të pyes, sepse ndoshta vërtet kjo është vërtet një mesazh, sepse dhe tek energjia këtë ndjeva që ju mund të ndjeni më të udhëzuar që të bëni pyetje dhe të mos qëndroni tek ajo që dini, por të pyesni çdo gjë, të pyesni pse po ndodh kjo në jetën time, pse po ndodh kjo në shoqëri. Ndoshta kjo është një gjë normale, por ju po filloni të pyesni sepse ju duket anormale, si thua, por ju duket që nuk është diçka që duhet të jetë kështu. Dhe më pas kuptova që operoja në një farë kalendari tjetër, në një farë energjie tjetër, me ciklet e natyrës, të cilat nuk kanë të bëjnë me kalendarin e vendosur dhe që operon tani më. Dhe nuk është se dua që të them gjëra që të ndryshojnë mendjen ju, por ju mund ta gjeni veten që ndoshta ndodheni në këtë situatë, sepse për mua ishte shumë konfuzuese fakti se si operonin të tjerë dhe se si operoja unë, dhe më dukej sikur isha unë si të thuash kokfort në këtë pjesë, por që thjesht mënyra se si unë operoja, dhe në momentin që unë e zbulova këtë ishte thjesht shumë relaks për mua, që të paktën e di që e gjeta ritmin tim. Dhe të punoni me fazat e hënës është vërtet shumë ndihmuese, sidomos për gjinin femërore, por edhe për mashkulloren sigurisht. Dhe nëse ju doni për shembull të manifestoni, ju ndihmojnë vërtet shumë, sepse kanë energji specifike që ju ndihmojnë dhe lehtësojnë procesin e manifestimit. Është thjesht ideja që thjesht, si të thuash, ajri dhe vetë energjia dhe çdo gjë përreth ju suporton në këtë që po bëni. Pra kjo është ideja që po shkoni me rrymën, pra rryma po shkon drejtimin tuaj, ose ju po shkoni me rrymën që nuk është se po shkoni kundra dhe ju duhet forcë më shumë që të navigoni. Ju thjesht po lejoni veten që kjo rrymë t'ju marrë dhe t'ju çojë aty ku duhet. Kështu është kur ne jemi në unison me ritmin ton të brendshëm dhe me ritmin e universit, të natyrës e të tjerë. Dhe duke filluar me fakti që është në shenjën e binjakëve, kjo tregon vërtet shumë që lidhet me pjesën e komunikimit dhe me pjesën e kuriozitetit dhe me pjesën e eksplorimit dhe të qenurit mendje hapur dhe të doni aventura dhe të doni që të eksploroni më së shumti. Dhe energjia që unë ndjeva ishte një energji kaotike, por në kaos, pra energjia kaotike ndonjëherë nuk duhet parë si diçka e keqe, sepse në kaos ndodh krijimi. Ne kemi thënë edhe më parë, energjia kaotike lidhet shumë me këtë energjinë e pastër femërore, që është shumë potente dhe e fuqishme. Dhe në këtë lloj kaosi dalin krijimet më të mëdha, dalin inovacionet dhe idetë të shëndritshme më të mëdha. Që më pas, nga kjo super madhe apo kaos, si mund ta quash, një person e merr si ide dhe e sjell në jetë. Dhe ky person mund të jetë kushdo. Pra kjo fushë e madhe kolektive dhe universale që ndodhen këto ide, është aty për cilin do për jush që është mendje hapur dhe që është kurioz, kurioztar dhe që është kaq i entuziazmuar apo entuziazmuar sa duhet për ta marrë këtë lloj ideje dhe për ta sjellë në jetë. Sepse kjo kërkon kurajo, kjo kërkon që ju të mos jeni të fiksuar vetëm tek një lloj mënyre, është vetëm një përgjigje, është vetëm një lloj rruge. Duhet jeni mendje hapur
Ndoshta ka edhe mënyra të tjera, ndoshta edhe kjo duhet të eksploruar, ndoshta edhe kjo është një gjë e mirë. Dhe nuk po them të mos keni besimet tuaja, por të jeni aq të adaptueshëm sa të mund t'i ndryshoni ato nëse një besim më i mirë del për ju, nëse një ide më e mirë vjen për ju. Pra të mos jeni kaq në vend numero ose kaq të cunguar, si të thuash, në imagjinat dhe në besime. Edhe nëse ju nuk jeni, kjo energji mund t'i suportoj t'jeni më mendje hapur dhe më zemër hapur për të marrë bekime dhe ide dhe komunikime. Dhe duke qenë se e lidhe me energjinë femërore, është një thritje për ju që të jeni më shumë në këtë relaksin tuaj, të rrisni magnetizmin tuaj, të punoni që të keni një energji të pastër dhe të bëheni ju versioni që tërheq dhe që i meriton dhe që i poseson, si thua, jo në këtë sens, por që beson se i meriton këto bekime që ju doni, apo këtë lajmërim, apo këtë njoftim, fillim të ri, çfarëdo që të jetë për ju. Pra ju do të bëheni së pari ky person që ju e shihni që ky person, në mendjen time, vetja ime e ardhshme e ka këtë gjën. Por kjo vetja ju e ardhshme mund të jetë një ritual dhe diçka që mund ta bëni dhe të vizualizoni. Po e shoh veten time për shembull në shtëpinë e ëndrave të mia, apo me profesionin që ju do doni të kishit, apo me partnerin apo partneren që ju do doni të kishit, me veshjet që ju do doni të kishit, pra thjesht të shikoni veten tuaj. Dhe papritur, vetja juaj e ardhme, pra vetja juaj që ju po vizualizoni, që ekziston përderisa ju po e shihni, është ndoshta, pra shikojeni këtë, është njësoj si ju apo është ndryshe nga ju. Si qëndron, si sillet, si flet, është i ose e lumtur apo jo, me cilët persona është i ose e rrethuar, dhe cila është rutina e saj, apo po e them një gjini, me që mos i them të dyja, pra cila është rutina e saj, mindseti që ajo ka, ndoshta edhe sa po ngrihet në mëngjes, çfarë besimesh ka për veten dhe për të tjerët, dhe pra këto janë gjitha pyetje që mund të bëni, sepse kjo ju ndihmon ju të kuptoni që nëse unë dua të kem këtë lloj jete dhe këtë lloj vizioni që unë po shoh, unë duhet të filloj të bëhem ky person që është aty apo jo. Dhe ju filloni nga vetja së pari, pra ju bëheni ky person. Dhe do të shihni si me magji që papritur dhe realiteti juaj kthehet në atë që ju pat në vizionin tuaj. Dhe kjo mund të ketë kohë të ndryshme për secilin në varësi të sa të fuqishme janë besimet tuaja. Pra, sipas mendimit tim, kjo është ajo që e bën një manifestim të vi më shpejt ose më avash ose të mos vi fare. Besimi juaj, sa i fortë është. Sa shumë e gënjeni ju veten që ju jeni ky person tani dhe që ju e keni këtë tani. Dhe sa shumë ju e besoni këtë, në thonë, zagënjeshtër që po i thoni vetes suaj. Nëse kjo është 100% ose më shumë se 100% e fortë, vjen manifestimi juaj ndoshta që nesër, që tani koha është iluzion dhe thjesht jo koha është iluzion. Koha duhet vlerësuar në fakt, sepse si të thuash, është një krijim dhe ekziston, por që duhet të dini se si të punoni me kohën. Sepse koha ka ato, pra koha mund të manipulohet, si të thuash, dhe mund të përshpejtohet ose të ngadalësohet në varësi të besimit tuaj dhe të çfarë ju bëni. Ndoshta mund të bëjmë një video tjetër në lidhje me këtë, ma do mendja kam bërë një, por që është ideja që kur ju, një shembull i thjesht që po marr, kur ju jeni shumë të lumtur, ju duket sikur koha po kalon shumë shpejt ose thjesht ju po e shijoni momentin dhe koha zgjerohet, por duket sikur iku shumë shpejt. Nuk është që kur jeni duke përjetuar diçka traumatike, ju duket sikur kjo zot mbaroj kurrë. Kjo është ideja që doja të sqaroja më tepër. Pra thënë të gjitha këto, ne cekëm shumë tema në fakt, duke i përmbledhur disi, sepse edhe vetë energjia që po ndihet shumë kaotike, dua të them 10 gjëra të ndryshme një herësh, që s'kan lidhje me njëra tjetrën dhe po përpiqem shumë që t'i sjell në një mënyrë lineare, por ndonjëherë është e pamundur, kështu që ndjes nëse kaloj nga njëra temë në tjetrën. Pra, kemi të bëjmë me fillime të reja, me ide të reja që mund të jenë revolucionare për ju, për jetën tuaj, qoftë edhe për shoqërinë. Dhe kemi të bëjmë me faktin që na lidhe kjo energjia e binjakëve, e pyetjes që ne e nisëm në fillim. Ju mund të filloni të pyesni jetën tuaj, rutinën që keni. Pse i bëni disa gjëra që ju ndoshta më parë nuk e keni menduar kurrë, thjesht ngriheni në mëngjes dhe kjo është rutina juaj dhe duket normale, tani duket anormale, tani duket pra fiksi mesazhi që ne e nisëm. Tani duket sikur papritur ju jeni tjetër njeri
dhe po pyesni pse po I bëj këto gjëra. Duket sikur u shndrua dhe tani këto gjëra nuk rezonojnë më me ju. Rutina që bëni, ndoshta ushqimet që konsumoni, personat me të cilët qëndroni, dhe shumë gjëra ndoshta edhe të shoqërisë që merren për të mirëqenia, ju mund të filloni të pyesni që pse duhet ta bëj patjetër këtë gjë. Sepse duket nga njëra anë si e forcuar, si e detyruar, si diçka jo natyrale si ciklin e natyrës. Duket diçka që juve ju ngushton dhe ju duket sikur ju ushtron presion. Në këtë moment ju kuptoni që ka diçka që nuk shkon aty, dhe ju filloni të bëni këtë pyetjen dhe filloni më pas të kërkoni për përgjigjen. Dhe kush kërkon gjen, i thon, pra në momentin që ju sa bëni pyetjen, unë gjithnjë e them, nëse bëni pyetjen e duhur dhe nëse gjeni cila është kjo pyetje e duhur për të bërë në situatën në momentin tuaj, përgjigjja zëre është aty, është tek pyetja zëre ka ardhur. Pra, thjesht mjafton që ju të jeni të qartë për, ose kur jeni të qartë për problemin, zgjidhja zëre është e bërë tani më. Është e njëjta gjë. Sepse ndonjëherë ne thjesht nuk kemi të qartë çfarë problemi kemi në jetë apo çfarë po na shqetëson dhe kjo na bën që të gjejmë përgjigjen e gabuar. Por, si çdo gjë që ka të dyja polet e veta, pozitive dhe negative, dhe energjia e binjakëve do thoya që po e lidh shumë me këtë pjesën e balancës, që do me thënë është e bardha dhe e zeza, ju mund të përjetoni ndoshta edhe këto emocione të amplifikuara që mund të jenë shumë të lumtura dhe shumë të mërzitura, qoftë në të njëjtën ditë, dhe mund të duket e çuditshme, por është thjesht energjia, kështu që mos u shqetësoni. Ideja është që nëse ne provojmë ekstremet, naturalisht do kthehemi në balancë, dhe kjo është ajo që ne duam të arrijmë. Ky mes I artë, I Aristotelit dhe kjo grija e bukur që mund ta cilësoja si një paqe e brendshme, që nuk keni as shumë emocione të amplifikuara të entuziazmit, as shumë emocione të ulta të mërzisë. Por, siç e tham, pra, se shikoni dhe vetë, energjia është shumë kaotike, por është një gjë shumë e mirë, sepse në këtë energji kaotike vepra nga më të ndryshme të artit dhe shpikje dhe inovacione dalin dhe lindin, mjafton që ju është si të kërkoni në një kaos por të gjeni një diamant, të gjeni diçka me vlerë. Dhe vërtet do të jetë shumë e vlefshme në fund. E rëndësishme është që vizioni që po shoh, edhe nëse ju keni kaos, edhe nëse është errësirë, edhe nëse ka tym dhe re, bani si të mbyllur dhe besojini syrit e brendshëm, intuitës suaj, zërit e brendshëm. Dhe thjesht lejojeni rrymën ose erën, sepse me që lidhet është një shenjë ajri, lejojeni ajrin t'ju çojë aty ku duhet. Por, do thoja, duke qenë se lidhem me këto ret, që lidhen shumë me çakrën e kurorës, por gjithashtu dhe nga fakti që është një energji kaotike dhe që cekëm dy polet e monedhës, është edhe një energji që duhet keni kujdes të mos mbi mendoni. Duhet keni kujdes të mos keni këto dyshime tuaja. Duhet keni kujdes të mos konfuzoheni më shumë se sa duhet. Sepse për disa për jush, pra mund ta gjeni veten në disa ditë që jeni shumë produktiv, në disa ditë jeni konfuze në kaos, sikur këto re nuk po e lejojnë të shihni dhe thjesht nuk mendoni qartë. Dhe kjo është vetë energjia e kaosit, por në këto ditë edhe unë vetë e bëre. Ka ditë që vërtet nisin shumë kaotike dhe edhe sikur ta dija se çfarë plani kisha për këtë X ditë, e di që kjo është një ditë që unë thjesht duhet të them, pra duhet të largoj kontrollin e situatës dhe të mos të qetësoj anën time mashkullore, energjinë time mashkullore, që do gjithnjë të ketë gjë në kontroll, të ketë një plan specifik dhe do bëhet sipas këtij plani në këtë orar, thjesht ta qetësoj dhe të lejoj energjinë femërore të krijoj. Dhe them, sot që nga dita për të krijuar, sot që nga një ditë që diçka e bukur do të lindë, diçka e bukur do të dalë në sipërfaqe dhe do të krijohet dhe do zbulohet, dhe vërtet ndodh. Dhe vetëm nëse unë e lejoj veten që të shkoj me rrymën, në momentin që unë kontrolloj, gjendja bëhet gjithnjë më keq. Dhe filloj bëhem dhe më konfuze, dhe filloj mund të dalë ankth dhe stres në sipërfaqe, sepse kjo energji që do kontroll në kaos humbet dhe fuqia saj që ajo dëshiron të ketë fuqi as nuk llogaritet fare, sepse është si të thuash një pikë në oqean, jo se nuk ka rëndësi, por thjesht ideja që humbet dhe është njësh me oqeanin dhe ti thjesht në këtë moment duhet shkosh me rrymën. Kjo është ajo që mund të bëni. Pra ideja është që thjesht të bëni kujdes të mos
bini pre do me thënë të shikoni pa fund content, të jeni konfuz, të bimendoni, të merrni me thashe theme, apo të prakujdesni me kërrethoni, kujdes çfarë shikoni në televizor, mundoni që mos shikoni shumë lajme në këtë periudhë. Nëse ju doni që të mos ndjeni kaq konfuz dhe që thjesht jeni më në paqe, sepse është në dorën tuaj, në zgjedhjen tuaj, mund t'i provoni dhe nuk ka të drejtë apo të gabuar, është që zgjedhja juaj. Dhe kjo këshill sidomos është për ata që janë shumë empatik, që ndjejnë shumë energjitë e kolektivit, dhe nëse shumica janë në këtë kaos dhe në këtë si të thuash konfuzion, ju do ta ndjeni dhe e mira është që të përdorni vigjilencën tuaj dhe të dini cila është energjia juaj, cila jo. Çfarë më përket mua, çfarë jo. Cila është ngjyra ime e pastër dhe cila jo, dhe thjesht të riktheheni në qendër, të qëndërzoheni, të dobëzoheni, që të jeni në paqe. Pra kjo periudhë është periudha e të gjithë atyre që janë inovatorë ndoshta në fushën e tyre, por edhe në jetë, dhe që ju pëlqen të imagjinojnë, dhe që ju pëlqen të krijojnë, dhe që ju pëlqen janë kurreshtarë dhe ju pëlqen të eksplorojnë gjëra të reja. Edhe nëse sjeni, ju do të filloni ta keni këtë lloj energjie së paku në prezencë gjatë kësaj periudhe dhe do të filloni dhe të provoni edhe këtë spektër tjetër për ju, pra të gjeni balancën tuaj. Pyetjet që ju mund të bëni për veten në këtë kohë janë: cilat janë besimet të cilat po më çojnë drejt konfuzionit, ankthit dhe stresit? Cilat besimet e brendshme të mia që po më çojnë drejt një jete jo dash të lumtur dhe të këndshme? Dhe cilat janë këto besime që unë duhet të, ose që është e mira të kem për të patur atë që unë dëshiroj? Dhe po e them në përgjithësi sepse mund të jenë të ndryshme, mund ta vendosni pika për gjën që ju doni. Cilat janë besimet për shembull që mua më duhen për të patur këtë lloj pozicioni pune, apo këtë lloj jete, këtë lloj shtëpie, e të tjerë të tjerë. Ndjej shumë edhe çakrën e fytit, edhe veçënia e binjakëve lidhet me komunikimin, dhe ju mund të pyesni cila është e vërteta ime, çfarë kam lënë pas pa thënë. Kur ka qenë hera e fundit që kam thënë po, në vend që të them jo, dhe çfarë më ka ngelur pa thënë për dikë, x person që ju mund ta bëni shumë bukur gjatë kësaj periudhe, që të mos ju ngelen pas gjëra dhe brenga dhe pendesa dhe energji në vende të caktuara të trupit tuaj të ngecura, vetëm sepse ju nuk e lini të shkojë. Nga ana tjetër, ku jam në vend numëroni jetën time dhe çfarë duhet të bëj për këtë? E gjitha këto janë pyetje reflektimi që mund të bëni gjatë kësaj periudhe, ju ndihmon vërtet shumë energji e hënës të reflektoni. Ndërsa në lidhje me pjesën e ritualeve, do këshilloja shumë të mbani dritaret hapur, e di që është vap, e di që ju ndoshta preferoni mënyra freskimi të ndryshme, por sa do që ju të mundeni dhe kur do që ju të mundeni, të mbani sa më shumë dritaret hapur, që ajri të qarkullojë në shtëpinë tuaj, sepse kjo i largon dhe konfuzionin, kjo ju mban më të rigjallëruar dhe thjesht është diçka më natyrale dhe më e bukur se sa tani nuk po them kur është super vap, sigurisht që do keni mënyra freskimi, por sa më shumë të mundeni të përdorni ajrin e natyrës. Apo thjesht të dilni në rrezet e sigurta të diellit, pra pas dite, apo herët në mëngjes, dhe të shijoni këtë ajrin që vjen për ju, dhe thjesht të lejoni ajrin t'ju drejtojë. Dhe ndoshta ju mund të pyesni, apo mund ta afirmoni që lejoj ajrin dhe fladin e natyrës të më drejtojë aty ku duhet. Lejoj që të më përshpëris në veshin tim çfarë unë duhet të dëgjoj nëpërmjet intuitësime dhe thjesht të di eksaktësisht për shembull në kohën e momentit e dur kur duhet të veproj. Sado që kjo energji nuk lidhet shumë me faktin e të di dhe të kontrolloj, ne e cekëm edhe tek shembulli që unë dash personal, pra që ndonjëherë duhet ta lësh pjesën e kontrollit dhe të planit. Dhe thjesht të shkosh me rrymën, dhe thjesht i besosh misterit dhe vetë kësaj energjie të bukur që sado që për disa mund të jetë frikshme të mos dinë çfarë të bëjnë, është kaq e bukur dhe kaq entuziazmuese të thoja, kjo energji femërore, sepse në momentet kur energjia femërore ndodhet e prezente dhe e pranishme dhe e fuqishme, dakor, do thoja nuk është dhe aq e lehtë për të naviguar, por është vërtet shumë e bukur. Dhe është vërtet ja vlen, domethënë, që të përjetoni këtë lloj kurioziteti, aventure, entuziazmi dhe të krijoni në fund diçka të bukur, duke naviguar nëpër këtë energji femërore dhe duke lejuar veten të lëshoj kontrollin. Pra kjo është diçka që është kaq e thjeshtë në vetvete, pra thjesht lëshoj kontrollin, por është kaq e vështirë për të bërë.
sidomos për individ të cilët duan të kenë kontroll, duan të kenë një plan, duan të jenë të qartë çfarë të bëjnë ku të shkojnë, me këtë flas, apo të dinë eksaktësisht çfarë do vi, kur do ndodh. Por kjo energji kërkon që ju thjesht të besoni dhe të çlironi kontrollin. Kaq. E thjesht në të thënë dhe e vështirë në të bërë ndonjëherë. Por është vërtet shumë bukur sepse në këtë moment ju kuptoni që ju po të rishni me magnetizmin tuaj dhe jo duke bërë dhe jo duke, domethënë duke kontrolluar. Po të rishni sepse ju jeni ky person që e meriton këtë. Dhe është si një magnet. Pra, magneti të rish magnetin tjetër dhe nëse ju bëheni kjo energji e këtij manifestimi, do të risheni, nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Pra kjo është si një ritual dhe do quaja si një sfidë për të gjithë ju që ju pëlqen të kontrolloni, që kjo hënë e re po na lë si një dhuratë, pra që ju të lëshoni kontrollin dhe të besoni që gjithçka që është destinuar për ju do të vinë jetën tuaj, që ju jeni në kohën dhe në vendin e dur, që nuk keni pse t'i kontrolloni gjithnjë, çdo gjë dhe të dini çdo gjë dhe të keni një plan. Lejoni veten të jetë një herë si ky fëmijë që nuk ka plan, që thjesht e shijon momentin, që thjesht krijon, që thjesht është i hapur ndaj bukurive të natyrës dhe çdo gjë e bukur ndodh për të. Pra lejoni veten që të besojë dhe të jetë në këtë lloj energjie vetëm për një moment. Dhe do të shikoni që do t'ju pëlqejë dhe do ta provoni edhe në vijim më pas. Kjo është energjia që kam mundur ndjej lidhje me hënën e re në këtë qershor, që është vërtet shumë interesante. Dhe do të dija sa rezonon për ju dhe çfarë pyetjesh dolën në sipërfaqe gjatë kësaj videoje, mendimin dhe opinionin tuaj mund t'i tani shumë bukur në komente. Dhe nëse keni nevojë për ndihmë në lidhje me konfuzionin, në lidhje me bimendimin, çfarë do shqut përjetoni, qoftë edhe probleme të tjera apo thjesht shqetësime që mund të keni në lidhje me aspektin energjetik në trupin tuaj, jam shumë e lumtur të ndihmoj. Mund të vizitoni website-in verastella.com dhe aty do të gjeni çdo gjë të mundshme që do të mund t'ju vinë në ndihmë në rrugtimin tuaj, por edhe support nga ana ime, sigurisht si një mikeshe juaja, jam gjithnjë këtu për ju dhe çfarë do të pyetje që ju mund të keni, mund të më kontaktoni pas një problemi, kurdo që ju të dëshironi, do të përgjigjem për ju kurdo që ju të keni nevojë. Dhe shumë faleminderit që jeni pjesë e këtij komuniteti, që për mua do të thotë vërtet shumë. Faleminderit që jeni këtu dhe tani. Faleminderit që bëni like, subscribe dhe që komentoni, që thjesht jeni pjesë e këtij komuniteti. Jemi në këtë rrugtim së bashku dhe që ndani opinionin tuaj lirshëm në komente. Shumë faleminderit. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.